Kjo është gjendja si rezultati i vërshimeve këtë të mërkur në Gjakov, Klin, Suharek, Rahovec e Malishev. Kryetarët e komunave kanë folur për shënjestër. Gjithat lëmeve janë në nivele maksimale, po se jashtë e ronë, ka shumë banorë që kanë kështu shtëpitë të tyne, po me organizim të tyne, jo nuk kemi pas në evakuim, sepse ata e dinë dhe njohin natyrën e vërshimeve, jetojnë afër lëmeve dhe i lëshojnë shtëpitë më herë se sa që është rrezik. E mirë, është stabilizuar, është stabile, janë kriju dome tjerë, domethënë pastoreshët shqivet ka pas shumë. E po sot është qetë një herë, jemi në teren të këshyrë dome që kanë bërë. Ja, nuk ka njerëz sot që në evaku, dikush ka shku të afër të vet, mirë po jemi në teren, domethënë nuk ka rreshtë që ka pas djerë, tu që është e qetë dhe stabile sot. Një herë për një herë. Sot mirë është. Mirë ka qetë, ka ra nivelli i ujtë, ka nisë më liru këto rrugët me dalë ujtë tash si ka ra, parashit veç nëse ka të reshra matutje tash ta shohim. Të ditë me bani me formu themelu komisionet e vlerësimit që do dalë me bo vlerësimin në teren. Po është pak ma mirë, kemi kaluar, gati të gjitha rrugët janë të kalueshme dhe gjendja është duke normalizuar. Faktikisht ne kemi pas 5 familje, mirë po ato tash e kthyer në shtëpitë e veta, kështu që tani për tani nuk i kemi pasi familje të zhvendosur apo të evakuar. Ja, s'ka familje të evakuar. Një familje dje ka që flat, edhe ajo është stabilizuar, do të moshuar s'ka, ka refuzuar këta fiskis. Nuk ka qenë rrezik sot, po ne kemi marrë përfundimisht, kemi trajtuar, kemi qenë në shtëpitë shëndetit. Ka situata të kësaj natyre që në uju me shënjestër.net